Mirë se vini. Sot do të zhytemi në një histori vërtet magjepse nga burimet që kemi shqyrtuar, historinë e Rosetos. Ky qyteti në Pensilvani ku, siç duket, ndodhi diçka e jashtëzakonshme me shëndetin e njerëzve. Po, dhe do shohim si kjo histori e vjetër lidhet edhe me nisma më të reja, si ajo vatra e lagjes që përmendet. Pikërisht, misioni ynë sot është kuptojmë se çfarë fshihej pas kësaj mrekullie të Rosetos dhe pse ndoshta lidhjet mes njerëzve janë ilaçi më i mirë. Po, do gërmojmë pak më thellë për të parë si mënyra e jetesës si një komuniteti, pra struktura shoqërore, mund të ndryshojë krejtësisht këndvështrimin ton për shëndetin, duke sfiduar pak atë fokusin vetëm tek individi. Atëherë, le të fillojmë me vetë fenomenin. Roseto, pra, themeluar nga emigrant italian, thuajse të gjithë nga njëjti fshat në Itali. Po. Edhe në vitet 80, një mjek Stuart Wolf vëre diçka të pabesueshme. Askush nën 55 vjeç nuk po vdiste nga zemra. Po, kjo ishte krejtësisht jashtë çdo norme të kohës në Amerikë. Statistikat ishin vërtet tronditse. Për burrat mbi 65 vjeç, shkalla e vdekjes nga zemra ishte gjysma e mesatares amerikane. Gjysma? Po, gjysma. Dhe vdekshmëria e përgjithshme 30 deri 35% me ulët se sa pritej normalisht. E pabesueshme. Dhe jo vetëm kaq. Nuk kishte vetvrasje, nuk kishte alkoolizëm, as varësi nga droga. Krimi ishte minimal. Madje as ulçera peptike, që ishte zakonshme atëherë nga stresi, nuk gjendej. Fare. Një studiues tjetër, John Brun, e përmbledhi shumë thjesht. Këta njerëz po vdisin nga pleqëria. Kaq. Kjo të bën të pyesësh menjëherë si ka mundësi? Mendja të shkon direkt te dieta, ndoshta gjenetika apo zona ku jetonin? Sigurisht, këto ishin hipotezat e para, por interesantja është se urzuan relativisht shpejt. Le të marrim dietën për shembull. Po. Pritshmëria ishte për një dietë mesvetare, apo jo? Por jo, rozetanët në Amerikë kishin ndryshuar zakone. Gatuanin me dhjam derri, jo me vaj ulliri si në fshatin e tyre në Itali. Me dhjam derri? Po, dhe hanin shumë ëmbëlsira, shumë djathra, rreth 41% e kalorive u vinin nga yndyrnat, pinin duhan rregullisht, e goxha ishin mbi peshë. Pra, dieta nuk ishte ajo. Kjo është shumë kundër intuitës. Vërtet? Po mirë, gjenetika atëre ishin nga i miti fshat, ndoshta kishin në një gjen mbrojtës? Edhe kjo u kontrollua. Studiuesit krahasuan rozetanët me të afërmit e tyre, me gjakun e tyre pra, që jetonin në pjesë të tjera të Shteteve të Bashkuara. Dhe këta të afërmit nuk e kishin atë shëndet jashtëzakonshëm, vuanin nga sëmundjet e zemrës si gjithë të tjerët. E kuptoj. Pra as gjenetika. Po, dhe as vendodhja, sepse qytetet fqinje si Bangor dhe Nazaret, që ishin shumë afër dhe kishin popullsi të ngjashme imigrantësh, kishin shkallë vdekshmërie nga zemra 3 herë më të lartë se Roseto. 3 herë? 3 herë. Pra, nuk ishte as ajri, as uji, as diçka specifike e zonës gjeografike. Atëherë, çfarë mbeti? Duket sikur përgjigjja ishte vetë Roseto, mënyrën si jetonin bashk. Pikërisht, ky ishte përfundimi i studiuesve. Sekreti duhet të ishte vetë Roseto. Ishte struktura shoqërore. Ata vunë re një jetë komunitare jashtëzakonisht të gjallë. Si për shembull, çfarë vunë re konkretisht? Do me thonë, njerëzit vizitonin njëri tjetrin vazhdimisht kot, pa ftesa formale. Ndaleshin në rrugë, bisedonin gjatë, gatuanin për njëri tjetrin, sidomos kur dikush ishte në nevojë. Lidhje të forta. Shumë të forta. Familjet ishin të mëdha, shpesh 3 breza jetonin nën të njëjtën qati, dhe kishte shumë respekt për të moshuarit. Ata ishin pjesë integrale e jetës përditshme, jo të izoluar. Dhe kjo shtrihej edhe për te familjes, apo jo? Përmendej roli i kishës, organizata shoqërore? Absolutisht. Kisha ishte një pikë qendrore, unifikuese dhe qetësuese për komunitetin. Dhe imagjino, një qytet me më pak se 2000 banor kishte plot 22 organizata shoqërore aktive, klube, grupe interesi. 22. Kjo tregon një angazhim të jashtëzakonshëm. Po, dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme. Mbizotronte një etikë fort barazie. Edhe pse kishte dallime ekonomike, të pasurit nuk e shfaqnin pasurinë në mënyrë arrogante, dhe ata që kishin vështirësi ndihmoheshin nga komuniteti, shpesh në mënyrë diskrete, pa u ndier keq. Kjo krijonte atë që studiuesit e quajtën një strukturë të fuqishme dhe mbrojtëse shoqërore. Një mburoj kundër stresit dhe izolimit praktikisht. Tamam,
Dhe kjo gjetje ishte revolucionare për kohën, sepse sfidoi atë fokusin tradicional të mjekësisë vetëm tek faktorët individual. Çfarë ha, sa ushtrohesh, çfarë gjenesh ke. Roseto tregoi se mjedisi ku jeton, kultura, miqt, familja, fqinjet, pra komuniteti, ka një ndikim të thellë, ndoshta edhe më të thellë në shëndetin ton. Dhe kjo, siç e them më parë, nuk është thjesht histori. Kjo na sjell tek këto nismat më moderne që përmendim burimet, si vatra e lagjes. Si lidhet kjo konkretisht? Pra, në vatra e lagjes, siç përshkruhet, duket si një përpjekje për të rikrijuar në kontekstin e sotëm diçka nga i shpirti i Rosetos, synon të forcojë lidhjet brenda lagjeve, të krijojë hapësira ku njerëzit të takohen, të ndihmojnë njëri tjetrin, të ndërtojnë ato marrëdhënie mbështetëse. E kuptoj. Pra përpiqet të kultivojë pikërisht ata ambient që i mbronte rosetanët. Po, pikërisht. Historia e Rosetos na jep, le të themi, një justifikim shkencor shumë të fortë për rëndësinë e këtyre nismave sot. Tregon se investimi në komunitet është investim në shëndet. Pra nëse do të përmbledhnim mësimin kryesor nga kjo analizë, forca e lidhjeve njerëzore, mbështetja e komunitetit, nuk janë thjesht gjëra të mira për t'u pasur, janë thelbësore, ndoshta më thelbësore se dieta apo palestra, të paktën sipas këtij rasti. Duket se po. Sekreti nuk ishte çfarë hanin rozetanët, por si jetonin bashk. Mënyra si ndanin jetën, gëzimet, vështirësitë. Po. Dhe kjo na lë me një pyetje ndoshta për ta menduar se cili prej nesh. Në botën tonë sot, që shpesh vë theksin tek individualizmi, ku jeta moderne ndonjëherë na izolon, çfarë hapash konkret mund të bëjmë ne si individ dhe si shoqëri për të rindërtuar ose forcuar ato struktura mbrojtëse shoqërore në lagjet tona, në qytetet tona? Çfarë mund të mësojmë realisht nga Roseto për të përmirësuar jetën tonë, këtu dhe tani?